Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahun jalla wa ala falenderojmë vetëm për të ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe të gjitha që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, kemi marrë disa takime në lidhje me disa meditime që kanë të bëjnë me të dërguarit Allahu te bareka ve teala. Do të Allahu xhalla wala për këtë kategori të njerëzve ka folur në Kur'an shumë. I ka përmend forma të ndryshme. Dhe nëse ti mediton këtë aspekt të trajtimit të tyre në Kur'an, del me përfundime të rëndësishme, me dobi të mëdha. Dhe për neve kemi thënë është më rëndësi shumë të flasim për këtë temë, për faktin se këta janë të përzidhurit e Allahut, e para dhe dyta janë shembulli që ne duhet me ndjek. Këta janë modeli jonë, këta janë shembulli jonë, këta janë të parat tonë, këta janë mësuesit që në mësojnë mësime të rëndësishme. Mësime që në mësojnë pejgamberët nuk i gjejmë askund tjetër. Nuk kemi mësues tjetër alternativ. Me thonë që nëse marrë këtë mësim nga kjo pejgamber, e marrë dikun tjetër, nuk e marrë ma askun. Për shkak se mësime që ata kanë ardhur me to, janë mësime të veçanta, specifike. Allahu te bartëri ka mësuar gjëra që nuk ja ka mësuar askujt pas tyre. Dhe këtë ato gjëra me rëndësi të domosdoshme që kemi për jetën, në realisht ne mësojmë nga të dërguarit Allahu te bareka ve teala. Dhe kemi pranë disa aspekte të rëndësishme të jetës së tyre, edhe pse thash kjo temë është temë e gjatë, ka nevojë për shpjegime më të detajuara, po thjesht një meditim i përgjithshëm si rikujtim për temën dhe si një lloj vetëdijsimi në raport me këta shembuj, në raport me këto mësime, në raport me gjitha këto aktivitete që ata i kanë kryer në jetën e përditshme që Allahu te bareka ve teala i ka shënuar dhe i ka shpallur në Kur'an. Kemi folë për dijen e tyre, kemi folë për adhurimin e tyre, kemi folë për do të thotë sjelljen, edukatën e tyre e kështu me radhë. Gjitha këto që kemi folë kanë qenë realisht në raport me vetveten. Dija që Allahu ua ka jep, domthonë besimin në Allahun xhalla xhelaluhu, adhurimi e kështu me radhë kanë qenë në veten e tyre. Mirë po, pejgamberët e Allahut te bareka ve teala krahasë kanë qenë të plotësuar në veten e tyre, ata kanë vazhduar tutje për të plotësuar tjerët. Krahasë kanë qenë vetë në rregull, kanë insistuar në vazhdimsi që t'i rregullojnë, t'i përmirësojnë të tjerët. Vetë ky aktivitet për ne është shembull, se muslimani nuk është egoist. Muslimani nuk shikon vetëm interesin e tij personal. Por muslimani tëra dobi që e ka, tenton me shpërnda me të tjerët. Tenton me e bartë të tjerët. Prandaj ata kanë pas mësime të caktuara, nuk kanë ajt, po i kanë përhap të tjerët. Ata kanë pas udhëzim caktuar, kanë tentuar me e shpërnda tek të tjerët. Prandaj pavarësisht aktivitetin këtë aspekt, si e kanë zhvilluar, mbi çka e kanë ndërtuar, vetë kjo ndjenjë e dhëmshërisë, kjo ndjenjë që me nda me tjerët edhe me shpëtu tjerët, është vetë mësim për neve. Prandaj se si për neve këtu, elhamdulillah, Allahu te bareka ve teala e ka veçuar dhe e ka begatuar me begatinë e udhëzimit. Ne jemi në shtim të udhëzimit në vazhdimsi. Nëse udhëzimi në vazhdimsi do shtohet, ndërtohet e kështu me radhë. Mirë, po edhe më aq sa kemi, duhet që mos të mbetemi indiferent. Por që të tentojmë këtë dritë që Allahu ka ndriçuar, elhamdulillah, zemrat tona me të tentojmë që të ndriçojmë edhe zemrat e të tjerëve. Në veçantë familjarëve tonë, të afërmëve tonë, popullit e kudo që t'i japet mundësia. Për shkak se çdo errësirë që njerëzit jetojnë atë, realisht është një mjerim, është një vuajtje. Është një fatkeqësisht është një paralajmërim për dënim të dhimbshëm. E ne nuk duhet me qenë indiferent kur shohim që njerëzit më dashur tonë nëse mund të jenë kandidat potencial për më u dënuar tek Allahu i mënduar. Andaj besimtarët më qenë shumë këmbgjues në këtë aspekt. Po, duhet urtësi, duhet maturi, duhet kujdes, duhet gradualitet, gjitha këtu janë më rëndësi të kemi parasysh. Por mbi gjitha duhet aktivitet.
Nuk po them që gjithë tash të bëhen dietar, se nuk mund të bëjmë gjithë dietar, hoxhallar, të him tema të thella, shpjegime detajzuara, nga sa për këtë duhet dije, padyshim e studiuar dhe e analizuar. Mirë po, disa çështje të përgjithshme. Ato që ka dëgjon në xhami, ato që ka ke lezu, ato që ka ke kuptuar nga feja Allahu te barekuhu teala se është obligim, kjo është haram e ndaluar kështu me radhë, të insistosh në mënyrë të vazhdueshme ta shpërndash me të tjerët. Nga se insistimi për me shpërnda me të tjerët është treguese ti ke përfituar nga udhëzimet. Nëse njëri e mban këtë udhëzim veç në vetën e tij, po se bar tek fëmia e tij, se bar tek familja e tij, atëherë kjo është treguese realisht edhe për vetën e tij se ka kuptuar ç'është duhet. Për shkak se këto janë të kurzuara të lidhura mes vete. Ndaj të insistojmë për fëmijët tonë fillimisht që të vazhdojnë hapave të udhëzimit që na kemi vazhduar hapave dikujt tjetër. Dikush ka qenë para neve, tash neve Allah na ka nderuar që të jemi në hapat e tyre, por edhe është më rëndësi kur do të vazhdon mas neve. A do të jenë hapat e tu, familja jote, fëmia jote, gruaja, pastaj edhe rreth më i gjon, që nuk kupton familjen e ngushtë e kështu me radhë. Aq sa ke mundsi. Mirë, po jo me nejt indiferent. Jo me nejt me njerëz, me bu muhabetet nga më ndryshmet, me hini për tema që ndoshta as na bojnë dobi, as nuk na përkasin, ndoshta temat e besimit, temat e udhëzimit, temat e obligimeve që i ka si musliman, me lën anash, duke thonë se po tash ku me i fol, po tash ku me i thon, po këta s'dojnë, na nuk bën paraqitje asnjëherë, absolutisht. Udhëzimi është dorë të Allahut, nuk e din ti kon Allahu udhëzon, nuk e din. Nuk e din ti çysh Allahu dikon udhëzon, nuk e din. Ama përpjekja duhet me bëu. Duhet me bëu përpjekje të vazhdueshme për me i shpëtuar njerëz nga dënimi i Allahut, për me nxjerr nga errësira në dritën e udhëzimit, në dritën e besimit. Veçanërisht sot ndonjëherë shikoni sa, domethënë ka shumë forca, ka shumë thirrje, ka shumë përpjekje të vazhdueshme që njerëz me i nxjerr nga udhëzimi i Allahut te bartata. Që njerëz me i lënë domethënë në errësirë, më marr me tema kota, me tema boshe, me tema domethënë që realisht nuk ju bojnë fare dobi, përkundër ju bojnë shumë dëm. Çfarë programi ju servua njerëzve? Çka shikojnë njerëzve? Është të mërshme ato. Pastaj për shembull, jashtë kësaj, çka dëgjojnë njerëzit, me çka mirë njerëzit? A janë tema që i shërbejnë të ardhmës tyne, qëllimet e krijimit, raporti me Allahun te barekuhu teala kështu me radhë. Janë pyetje të mëdha këto. Andaj na duhet që të përpiqemi në vazhdimsi që njerëz me i kthyjnë në udhëzimin e duhur, me i kthyjnë njerëz në temat e duhura, me i kthyjnë njerëz në ato që bën dobi për shkak se jeta është e shkurtë. Nuk dim kur dalim nga dhunja, pastaj mundësia e kthimit është zero. E pamundshëm të kthyjë njerëz edhe me riparu gabimin që ka bëu. E pamundshëm të kthyjë njerëz që me rregullu jetën e tij. E pamundshëm është. Përse kjo është mundësia një dhe e vetme. Shfrytëzohet, elhamdulillah, nuk shfrytëzohet, mbetet njëri pastaj në mjerim të vazhdueshëm Allahu na ruajtë. Andaj nga kjo perspektivë pejgamberi Allahu te bartalla e kanë ditë, ata kanë njoft Allahun azza wa jall. Po, Allah është i mëshirshëm, Allah është i butë, Allah është falës, por edhe dënimi i tij është i dëmshëm. E ka do të më ditë. Ai kanë nisur vazhdimisht që populli aty më i shpëtu, më nxirr. E pse populli aty i ka refuzuar? Lezon Kur'anin e sheh. Këta kanë thirr, ata kanë refuzuar. Madje kanë ofenduar, madje kanë shoh, madje i kanë larguar, i kanë në forma ndryshme kanë refuzuar. Megjithatë, kjo asnjëherë nuk i ka ndalë pejgamberit të Allahut azza wa jall më marr me këtë çështje kur. Do të spodani hyrën punë të mia, ja se ka hyrë kur punë të veta. Deri në fund. Nuk ju ndal kur nuk ju ndal. Veç ju këshilloj lexoj surën kapitenin Nuh. Lexoj kapitenin Nuh. Një kapitin i shkurt ku Allahu te barekuhu ka përmbledh aktivitetin e Nuhit alayhis salam. Esha çka i ka bënë Nuhit alayhis salam. Esha i ka shtikisa të vesh, e kam lu kryt me tesh. Lejna lodhe mu me këto fjallë, prap ka vazhdu, 950 vjetë. Në të ku njerës ka jetu gjatë, për më 950 vjetë, pa nërë heq, ata non-stop ka ofendojnë, ka nënqmojnë, do më ka tallën me te, ka refuzojnë, a i së nërë kur. Që jenë shambull, që është duhet njerë me konë aktiv, me konë njerë, do më
i përkushtuar në nxjerrjen e njerëzve nga errësira e dritë. Mi përshtu njerëzit, vallai sot në shtatë propozon dikush, po nesër të puthën boltët, Allahu shpërblim se pështu më kia. Fjala ju të dule ti, më folja edhe në sot jam në këtë udhër. Mos ta dinë dunja, vallai 100%, ka me 100 mirë njerëz dinë e gjykimit. Kur del për Allah të kupton, ku ka mujt me kun, e ku e ka pru Allah gjellera. Qysh ka ardhë, ti e se vepi. Qërë Allah njerë të udhëzën, me sebeb, pa sebeb, Allah me dash, këtë njerë të udhëzën. Me dash. Kjo është çështje pa diskutueshme. Mirë po, dikush duhet m'ja bo sebepi. Dikush duhet me bo angazhimin. Prandaj, përpjekja duhet jetë e vazhdueshme, me një sistem të pandërprer, thash gjithashtu, duke pas parasysh edhe urtësinë, edhe me pas parasysh maturinë, këtë në rregull. Mos me koni bezdesshëm, mos me koni tepërt, këtë në rregull. Mirë po, si aktivitet duhet jetë i vazhdueshëm. Pejgamberi Allahu te barekuhu te të vëzhgojmë nëse meditojmë këtë aktivitet aty kaq të ngjeshur, nuk e kam pas, domthonë aktivitet veç ashtu që ka rënë mend. Jo, ka qenë organizuar. Ka qenë aktivitet i ngjeshur, ka qenë aktivitet i vazhdueshëm, por ka qenë edhe i organizuar. Ka qenë ndërtuar pika të caktuara. Që ata mbi ato pika kanë ndërtuar këtë aktivitet kaq të ngjeshur të thirrjes së njerëzve në rrugull Allahu te barekuhu teala. Për shembull, pejgamberi Allahut janë marrë me prioritete. Nga ato që janë më të rrezikshme, që aty janë fokusuar, pastaj me të tjerat. E çka është çështja më e rrezikshme në jetë? Çështja e besimit në Allahun azza xal. Njëri me dal për dunjos e zbeson. Kjo është tmerri më i madh. Njëri me dal nga dunjoja e beson, domethënë në Zot në tjerë, në fuqi tjera, jo në Allahun xhalla xhelalu që duhet. Kjo tmerri, kjo devimi më i madh, që rrezik më i madh. Andaj është që pejgamberi Allahu ta xheli në fokusun këtë çështje shumë. Që njerëzit i kthehen besimit në Allahun azza xhel. Jo i kuptim të besimit si njëshmëri, si një që ekziston, jo i kuptim të ekzistencës, por në kuptim të adhurimit. Për këtë pejgamberi xhel duke thonë eni abudullaha wa ijtanibu at-tagut. Adhuroni Allahun xhalla wala, e largoni nga taguti. Çka është taguti? Taguti është gjithçka që adhurohet pas Allahut te barekuhu, gjithçka që tepron njëri, e kalon kufinin, i thonë arabisht taga. E ka kalu kufinin, e ka tepruar. E kur njerëzit kanë tepruar, e kanë kalu kufinin, qoftë në adhurim, qoftë në pasim, në këtë temat e rëndësishme kanë kalu kufinin, pejgamberi kanë thënë kthyn kufin, mos e tepër është kjo zban, e keni kalu kufinin, e keni kalu vinë kuqe. Vija kuqe është nishmëria Allahut xhallahu ala. Besimin Allah një. Ata i ka thënë qëta, eni abudullah. Mere për shembull, lexoja kapitullin Hud. Kapitullin Hud e shemëran pejgamberit apo. Çka ka thonë Nuh alayhis salam? Çka ka thonë Ibrahim apo çka ka thonë Hudi alayhis salam? Që sura ka më thënë, çikoni? Pejgamberi të tjerë çka ka thonë, Salihu çka ka thonë alayhis salatu wasalam. Në çka i ka thënë popullin aty? Pastaj më thonë për Ibrahimin alayhis salam për kokën e kejtëve dhe kurorën e pejgamberëve Muhamedi alayhi salatu wasalam. I ka dhënë besim. Dhe duhet njerëzve me mësu besimin. Po për me mësu njerëzve besimin, duhet me ditë vetë besimin. Çka në kupton me besu në Allahun te barekuhu teala? Çka është shirku? Çka është me bu Allah shok në adhurim? Qysh beson një njeri në Allahun drejt? Na besojmë se Allahu xhallahu ala është krijuesi. Na besojmë se Allahu xhalla xhelalu është furnizuesi. Të gjitha çështjet janë dorë të Allahut te barekuhu teala. Nuk ndodh asgjë pa lejen e Zotit xhalla xhelaluhu. Ai është i gjithdijshëm. Na besojmë se i tërë adhurimi me gjithë kuptimin e tij të vetëm Allahut te barekuhu teala. Dashuria, frika, shpresa, mbështetja në Allahun te barekuhu teala. Këto janë njësi të adhurimit të Allahut te barekuhu teala. Por ulja, nënshtrimi, pastaj edhe gjitha ato të tjera që kanë të bëjnë me adhurimin dhe Allahut te barekuhu teala. Adhurimi prek zemrën, adhurimi prek gjuhën, adhurimi prek gjymtyrët, e tërë qenia njeriu organizohet në frymën e adhurimit të drejtë të Allahut te barekuhu teala. Gjitha këtu i kanë detajet e veta. Po me gjitha këtu janë marrë pejgamberët me prioritet janë marrë që kjo është çështje madhore, çështje e rëndësishme. Pastaj gjithashtu i gjenë që pejgamberët e Allahut azza xal gjithmonë kanë thirrë tek Allahu, jo tek vetvetja. Puna aty në aktivitetin tyre ka qenë që njerëz me dashur Allahun xhalla xhalu. Njerëz murid me Allahun xhalla, jo murid me ta. Jo murid me ta.
Prandaj, sikur se e përmend Allahu në surën Al-Imran, për këtë, synim fesnik të pejgamberëve, duke thonë, walakin kunu rabbaniyin. Bëhuni njerëz të Zotit. Rabbani, do është lidhur me Zotin xhallahu. S'kan thirr ka vetvetja atyne, s'kan synu autoritetin, s'kan synu asnjëherë, përfitime të caktuara. Pa i gjenë pejgambert shpesha duke i thirr popujt e tyre, duke bërë aktivitet ngjeshur duke thonë, la nuridu minkum jazaan wala shukura. Na nga ju nuk presim mirënjohje. Na nga ju nuk presim falënderime. S'kan pas kalkulime të caktuara personale. E gjenë këtë shpesh të pejgambert. Gjitha aktivitet, gjitha i angazhim, gjitha i përpjekje, në fund ka thonë, na nuk dojmë për ju benefite, nuk dojmë për ju privilegje, në spresim që ju të na falënderoni. Në këtë nuk përbojmë në që, në fund ju tani me në këthuj neve me, për shembull zgjidh kryetar, me në zgjidh neve të parë. Na këtë se dojmë. Merë mësimit Allahu xhallahu teala, kthehuni në rrugën e Allahu xhallahu teala, dilni nga udha e shejtanit, shpëtoni jetën e juve, edhe jemi në rregull. Jemi në rregull me kaq. S'ka pas kufër marrëveshje që unë po ju mësoj juve, ama ju për shembull më paguni mua çikaq. Ama ju për shembull më japni mundësitë juaja që unë të bëna i pari ju kështu. S'ka bëu kështu. Kanë qenë sinqert për Allahun te barekuta. Dhe ky është mision fisnik. Ky është mision domosht që njëri e bën për hir të Allahut mënduar. E bën për hir të Allahut mënduar. Normal që aktivitetet caktuara kështu më radhë, pastaj dhe shërbimet e ndryshme caktuar të përkthehen në një lloj kujdesi, kjo është diçka tjetër, por nuk ka qenë esenca kjo. Nuk ka qenë kur kjo kërkesa absolutisht. Nuk kanë bëu, për pejgamberët e Allahut s'kan bëu aktivitete të tilla për rrugë. Si profesion me pas. Apo si filoni ai tjetër i shkon, punë se ka mision këtë punë. Se ka nga dëmshëria, apo e ka nga mundësia e përfitimit, është profesion. Jo, kjo s'është profesion, kjo s'është. Ti ki tjera aktivitet në jetën tonë, mirë, po këto e ki dëmshëri, këto e ki rahmet, që njerëz me këthy në rrugën e Allahut te barekuta. Andaj gjejnë tarë duke thonë, la nuridu minkum jazaan wala shukura. Na nuk dojmë nga ju falënderim. Nuk dojmë nga gjeza, nuk dojmë nga shpëllim, wala shukura. As mirënjohje, as falënderim, as kurrë. Nuk dojmë ato. Qysh ka thonë edhe Imam Shafiu rahimahullah. Ka pasur që njerëzit me përfituar nga dia që Allahu më ka dhënë. Allah ka mësuar Imam Shafiu, ka qenë dietar i madh. Ka pasur që njerëzit me përfituar për meje e heq me përmend. Punë e madhe përmend ai. Unë vazhdoj tutje. Na duhet me qenë mirënjohë dhe çdo kush na mëson, na. Pa që na mëson nuk bëmë lufta. Do njerëzit duhet me konë mirënjohës. Njerëzit me konë mirënjohës, me konë falëndërues, duhet me konë. Jo me konë mohues. Ai që na ka mësuar mirë, ai që na ka udhëzuar, na duhet me konë ndaj mirënjohës. Po ai që na mëson nuk duhet me bëu këtë për këtë punë. Do nëse se falënderojmë, me thonë, unë shëmsoj mo. Jo s'po dishit me thonë falënderit kur, ja, për këtë punë se bona jam. Andaj çesni nga, domthon çesni nga këndi i tij apo. Çesni nga pozita e tij që e ka. Na jemi mirënjohës dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po. Ai na mirënjohës. Padyshim. Për shkakun të ndonjë a është e lavdruar me që salavat në pejgamberin alayhi sallam? Po, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Është nga veprat më të mira. Veçanërisht ditën e xumë. Veçanërisht është shumë e preferuar që me e shpeshtu tan ditën. Prej sabah deri në akşam me thon Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tan ditën. Sa të mundesh. Me dhjetra, me qindra, madje me mijëra herë me thon që tan ditën goja jote me konë në lagur nga salavati. E pse pra ka shumë ditë gjumaja, pse ditë gjumaja me thon? Ka thonë dietarët për arsye se dita e gjumës është dita më e vlefshme e javës. Dita më e mirë e javës është dita e gjumës. Kush na ka mësuar këtë ditë? Kush na ka thonë që kjo ditë është e mirë edhe që ditë duhet me falë gjumën? Kush na ka mësuar? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në shajnë mirënjohje na qëna për ta vazhdimisht salavat. Do jena mirënjohës. Na e mirënjohës. Po
na qumë selavat, nuk qumë selavat, a i na ka mësua, e ka kryt vetën. Mirë, për natë me kontash mirë njësë, a e ka bot vetën tash, që këna më bo në kashia, që a i na ka mësua? Na do t'je mirë njësë. Nëse s'le bën punëve, se nga pozita dhe nga roli ti që e kaptë. Nëndaj, pejgambert nuk e kam bo këtë qështje, domthonë për mirë njohje, se kam bo për lavdata, se kam bo për qëfar do interesit dunjas, absolutisht. Ata e kanë shpesu shpëlimin të Allahu te barekuhu te ala. Nëse e përcjell këtë aktivitet pejgamberëve në Kur'an, thash do gjesh dobi të shumta, do gjesh se ka qenë aktivitet i organizuar, ka qenë aktivitet i vazhdueshëm, ka qenë aktivitet domthonë i sinqert, fisnik për Allahun te barekuhu te ala, e shumë gjën. Unë tash veçanërisht thjesht meditive që na bën me kuptu drejt kush ka qenë këta, çka kanë bërë, që të lidhim me ta, ti dojmë këta njerëz, ti përmendim, të ndjekim rrugën e tyre, e shumë tjera që i kemi përmendur të kaluarën. Nga e që e gjenë të pejgamberët është edhe qartësia, kanë qenë qartë, do njerëz që kanë pështilë salet atë, kanë dikush, tu të më mësu diku të fenja pështilë, hinë do tema caktume, hinë thellet, leo, punë të thjeshta, si jeti për të debate, e koni qartë, çka lyp feja për meje, 1, 2, 3, 4, u kry. Ka da njerëz të pejgamberi, alehi, së rëzën konë, oj, dërgu me Allah, çka ka më mblikën konë, që të e ki, tjetër s'kam si kërgjë, ajtë, selam aleikum, ku shku, qaq, tani, do mu thëllu, vazhdo, studia, ka mundësi, ama në fillim, mësajtë sent elementare. Mundi kush me konë, për shambull, me vitën fe, e të marrë me tema tjera që s'jën tema tina, hala abdes mirë nuk di me marrë. Hala namaz mirë nuk di me falë. Hala një gabim namaz me bo nuk di me përmirësuahën. Që ke mësu të vëllabë? Për fesë tonë. Që ke marrë për fesë Allah të marrë tala. A dhe një me koni qartë me vetë vetën, i qartë me tjerë, me seru që është duhet. Atë që e din me ditë mirë. Për këmërë të Allah të barë i kanë pasë kërkeset e qarta. Së kanë pasë kërkeset e mjegulluara. Do në ditë ishë në temë që shmija qirë, o burë që e të dosh me thonë. Kanë pasë qartë. E ka, që kjo Allah është e duar, që kjo është. Qëre pejgamberë së më të ndërëzër. Kur ka dalë sefte në publik, e dini, mas pari ka pëllu thirja qysh, fshehurazi, një 3 vjetë ka qenë fshehurazi. Ju në taku shëpinë e Erkamit, radiallahu ta'ala anhu, a djoni një konë e Erkamit, radiallahu ta'ala anhu. Po aja ka qenë shpikon, hajtë shpitem që tu mledhëm, që tu ju mledhëm. Ma shumë ka qenë fshehurazi. Pastaj, sikur se e përmanim një Abbasi, radiallahu ta'ala anhu, kur ka ardha jeti, u endhir ashiret e kel akrabin. Ta është ka arkoha që akrabave, fiseve jo përmen këtë punë. Pejgamberi mi kam lidhën Safa. Safa është, domthon, aty në Mekë të Qabja, ku haqit ose umregjit, lëvizin nga Safa në Mera, lëvizin. Që aty ka dash një kodër, u jip nalt, që aty ju në taku ata. E i ka thirë, ja, beni fiher, o filan fisi, atë e mledhë. E ka thonë nësë, ju thëmë se mas qësaj kodre, është to një ushtrimi ju luftu. A keni me besu, qësh ja, ti gjithë ke folë veç vërtetër. E pra, ku marë mi thonë që mas qësaj dunjaja është një dënim i dhimshëm, në këthejmë të ka Allahu Gjellewala. I qartë, Allah ka gjehnem, ka gjenet, punër, nuk ka kjo punë tash me jo mjegullu njerëzve, po është diçka, çka është e Allah, qa lipët? Me koni qartë njëre. Me koni qartë, me ka zhu, Allah, jeta është që kja, Allah na ka kriju me qëllim. Qëllimi jo është me adhuru Allah në dhe barë të da. Adhurimin në kuptër me besun të drejt, me falë namazin, mundër nga punë të këshia, që kja është e që kërkohet apo. Mas i saj, ka shpërblim gjennet, ose ka gjennem Allah në rujt, ka ditë gjukimit kime dhe në logari. A din që të me thonë? Që ka që me koni qartë njëri? Me koni njëri qartë. Pejgamberët Allah të kanë qenë qartë. S'kanë filozofu shumë, s'kanë silë kulle, rotla, kështë më radhë. Kanë tinë temë direkt. Normal, do pas një ursi, kur dhe me largu një të keqe, të një tjetër është kjo punë. Qysh e përdorë, për shambull, ligjerimin, qysh për mjetët të zaktuar, kjo punë tjetër, po flasë kuptim të qartësisë. E qartë, qëka kërkohet, me ditë njëri, Allah, qëka për ju qëkë, qëka e këtu është më në thonë, Allah. Me qenë qërti e qartë. Edhe normal, nga qartësia ka qenë, nga qartësia që, nga dëshmit e kësaj qartësia ka qenë se, popullet i kanë folë me gjuhën e vetë. Bilisani qaumhi li ubejjine lehum, Allah ka thonë.
Kena dërguar pejgamber me gjuhën e popullit që njerëz me kuptu. Përndaj Allah e ka rujt gjuhën e çdo populli. Musa a.s. me çfarë gjuhë ju ka folë Bani Israilve? Me gjuhën arabe? Jo, me gjuhën e qifut të jehudive. Gjuhë aty në konë që ju ka folë Musa a.s. Ibrahim e me qëka ju ka folë? Me gjuhën e tyne, popullit vetë. Salih me qëka ju ka folë a.s. Me gjuhën e vetë. Pejgamber se me qëka ju ka folë? Me gjuhën e vetë. A shikot tash për shembull, Selimi jam këtu në xhami, me çfarë gjuhë është? Pa gjuhën tonë, gjuhë shqipe. Adhurimet, namazet, po, bëhen me një gjuhë për shkak se duhet me qenë unifikuese, është normal atë. Ama gjuha e sqarimit, gjuha e mësimit të gjuha e çdo populli. Prandaj është absurde e pa kuptim. Që donet për shembull thonë, e pse feja arabisht? Cila fe është arabisht Allah? Adhurimi, disa adhurime në arabisht veç namaz është arabisht, namaz duhet me konë, po për shkak se i ka arsye ta, najna një umet i tërë që nuk kena veç shqiptarët musliman, po ka tjere. Me konë i gjuhë unifikuese, e adhurimit që falim Allah të njëjtë, duat me konë, po që të është, për të saj që ka arabisht, haqna, bujna arabisht, a qyri bujna arabisht, shqipe bujna, kur shkruan haq, shqiptarët janë me këta, këtan me këta, kupton haqin shqip? Kur gjinojmë, qërë gjinojmë na? As shqip as arabisht, njëjtë të tonë, s'hajna bëk spinam, që ka që Allah? Kupton sa është absurde në gjikush, e pse arabisht? E qka ka arabisht të Allah? Në njëve këqyri me refuzu, ose këqyri me shajt, me ofendu, pa lide, pa bazë. Në pejgamber ka me gjuhën e popullit. Që këtë që po flasun, a gjuha neve që kjo Allah? Apo merë neve që po flasun? Po edhe, që kjo gjuha jo Allah? Hyjtë me kërë majë, me qëfar gjuhë e flasëm në? Me gjuhën tonë Allah. Me normal e kjo po. Mendaj, është tepër, është e pa kuptim, në kur dikush eskalan e thëtë këtë fejtë arabëve. Kush ka në që është fejtë arabëve kjo Allah? Asë nuk është e tërgjve. Nuk është fejtë tërgjve ato. Nëjna muslimanë edhe që të besoj që dikush dhe me folë tërgjisht. Një atë dy ndivësht me folë. Apo, me konë fejtë tërgjve, në e gjërë mësë folë tërgjishtën, ta një bo musliman. Që a i shkojnë që është të udha, po nështë 2-3 vetë dine më folë tërgjisht, që rëzdim, edhe muslimani në alhamdulillah. Dhe janë qështë që ma shumin lafe, ma shumin shpifje, ma shumin dëmonë thashethame, se që në vërteta. Po pejgamber ka na me gjuhën e popullit vetë. Edhe islami, Muhammed ka qenë arab, është të vërtet. Edhe ka arsye pse ka qenë arab, diçka u dosh me konaj. E mos i shkon në arab, shkon diçka të pso kësine, e që me konaj jepën. Andaj, ka arsye pse është kështu apo. Mirë, po në fundit, ja ka rujt çdo populli traditën, zakonin, gjuhën, s'ka imponu, s'ka kërku me ndru gjuhën për ko musliman, s'ka kërku këta, absolutisht. Andaj, që kjo është ai që na ka mësuar pejgamberi Allahu azza wajal, me kuptu drejt, në çka kanë thirrë ata, çka kanë mësuar ata, e në krye tyne thash dhe kurora gjithë kush, Muhamedi alayhi salatu wassalam. E tjera shumë që mund t'i kuptojmë nga aktiviteti tyne i vazhdueshëm për kthimin e njerëzve në rrugën e Allahut te barekuta dhe përmirësimin e gjendjes. Allahu na përmirësoft neve gjendjen tonë, e na mësoft Allahu atë që është e dobishme, e na mësoft Allahu xhallahu që pas të jemi aktiv, e të jemi të përkushtuar që këtë mesazh, këtë dritë, këtë udhëzim ta bartim tek të tjerët, ta kënaqet syni e zemra, nuk i pa të afërmit tonë ka i binë Allahun sejtë. Populli jon, njerëzit përgjithësi ka kthehur në rrugën e Allahut te barekuta duke shpëtuar nga devijimet, e shënimet e gjitha ato që shejtani fatkeqësisht i mbjell në mesin e njerëzve. Allahu më të bëjë sebab për udhëzimin e njerëzve, nuk ka punë më të mirë e nuk ka nivel, as nuk ka begati më madhe se që kjo. Mu udhëzu dikush në udhë Allah e ti me konë sebeb i kësaj. Prandaj mos e nënçmo vetën tonë, mos u zdi. Po atë sa din, një fjalë e mirë, një sjellje e mirë, një kontribut i mirë nuk dihet se sa mundet me dhënë frytet e veta pozitive. Allah na përmirësoj gjendjen e na boft nga ata që e përmirësojnë në emrin të Allahut gjendjen për të mirë. Zoti ju shpëlbej për vëmendje me kaq për sot. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.